Anthony Joshua nuk pranoi të komentojë për rivalin e tij të vjetër Tyson Fury gjatë konferencës për shtyp para meçit kundër boksierit shqiptar Christian Prenga. Dyshja e gjatë fotografimit bën së bashku shqiponjën me britanikun që respektoi simbolin e shqiptarëve. Joshua do të përballet me Prengën të shtunën brëma në Xhedah të Arabisë Saudite, ndërsa në fund të konferencës u pyet nëse kishte një mesazh për Tyson Furyn. Megjithatë, britaniku e ndërpreu menjëherë pyetjen. Duhet ta respektoj kundërshtarin tim. Nuk dua të flas për Tyson Furyn, me gjithë respektin për të, deklaroi Joshua. Joshua rikthehet në ring për herë të parë pas një periudhe të vështirë personale, gjatë së cilës humbi 2 miqtë e tij të ngushtë, Sina Grami dhe Kevin Ayodele, në një aksident tragjik me makinë. 36 vjeçari vjen në këtë duel pas fitores ndaj Jake Paul në vjetor të vitit kaluar dhe gjatë muajve të fundit është përgatitur në Valencia të Spanjës, ku ka zhvilluar kamp stërvitor së bashku me ish kampionin e padiskutueshëm të peshave të rënda, Alexander Usyk. Joshua theksoi se fokusi i tij është vetëm sfida e së shtunës. Jam plotësisht i përqendruar te kjo ndeshje. Synimi im është të arrijë majën, por fillimisht duhet ta kaloj këtë pengesë. Nuk ka të ardhmen nëse nuk e fitoj këtë duel. Prenga do ta fitoj me nokaut. Nga ana tjetër, boksieri shqiptar Christian Prenga u shfaq shumë i bindur se mund të shkaktojë një nga befasit më të mëdha të vitit në boks. I pyetur se si e parashikon përfundimin e meçit, shqiptari u përgjigj shkurt: me nokaut. Prenga shtoi se e respekton shumë Joshuan, por beson se ka identifikuar dobësitë e tij. Çdo boksier ka dobësi dhe mund të rrëzohet. E respektoj Anthony Joshuan, por i kam studuar pikat e tij të forta dhe të dobta. Të shtumën do të tregoj se për çfarë jam përgatitur, deklaroi Prenga. Eddie Hearn. Joshua është në formën më të mirë. Promotori i Joshuas vlerësoi përgatitjet e boksirit britanik dhe theksoi se zgjedhja e Prengës nuk ishte rastësore. Anthony ka punuar më hartë se kur më parë. Rikthimi i tij ka qenë fenomenal. Ne e zgjodhëm Prengën sepse është një kundërshtar serioz. Të shtunën do të shohim nëse ai është gati të notojë me peshqit e mëdhenj apo jo, ka thënë Hearn.